E nga kjo storje suksesi, do të ndalemi tek një bisedë në fakt të cilën do ta zhvillojmë bashkë me zotrin Albert Lubenici, i cili ka nisur një udhëtim në këmbë nga Gjermania drejt Kosovës, ndërsa për momentin na lajmërohet nga Novi Sadi. Kuptojmë për udhëtimin e tij, tash e sa ditë që e ka nisur, sa ditë janë bërë deri më tani, po ashtu për pushimet cilat i bën dhe cili është krejt qëllimi i kësaj nisme, meqense ka mbrapa një mesazh mjaft të fortë. Mirëmëngjes, zotri Albert. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Novi Sadi për ju në studio dhe gjithë dëgjuesit tuaj. Përshëndetje edhe po ashtu dhe për juve, na tregoni pak sot që shpo ju shkon dita, a keni pushuar mbrëmë apo vetëm keni vazhdu, keni ecë? Unë mbrëmë kam përfu këtu në Novi Sad. Sot është dita 32 e sfidës sime personale që ka kauzë humanitare për që ndihmuar fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Atëherë këto... Sot është dita 32. Po, këtë nismë është hera e parë që keni marrë përsipër? Jo, kjo është sfidë e katërta me radhë, pas sfidave tjera që kam pas me bicikletë, ngjitjen e cuk shpicët e Gjermanisë në malin më të lartë, edhe në ngjitjen më të lartë të Afrikës në Kilimanjaro. Pra, kjo është sfida e katërt, humanitare. Atëherë, me gjithatë për herë të parë në Kosovë jeni duke ardhur në këmbë, apo jo? Në këmbë është hera parë që po vi në Kosovë. Edhe çu po duket tash deri tash pas 30 e sa ditësh? Deri me tani shtu 32 ditë kanë shku shumë mirë, asnjë problem s'kam pas deri me tani. Unë i kam përshkru shtetin e Gjermanisë, Çekisë, Austrisë, Slovakisë, Hungarisë edhe tash jam në Vojvodinë apo në Republikën e Serbisë. Na trego pak dita qysh po shkon, kur e vendosni me u ndal në një pikë të caktuar, a ndaleni dikon, keni zgjedhur bujtina për me kalu natën, diçka e tillë, çush e keni organizuar ju krejt këtë udhëtim? Unë udhëtoj vetëm ditën, natën e bëjnë për hotele apo pensionet e ndryshme, bujtina, si t'i gjej nëpërmjet bookingit apo nëpër rrjeteve të internetit. Prakisht nuk është se keni caktu diçka, do të thotë e shihni çush po ju shkon dita deri aty dhe aty e caktoni apo e rezervoni një hotel ose një dhomë të caktuar, apo jo? Parafërsisht unë kam itinerarin e caktuar, nga do i bi edhe parafërsisht e di ku gjenden ato hotele, sepse unë i kam studiu ma heret para se të nisemi jam përgatitur për këtë rrugtim dhe e di parafërsisht në secilin qytet që do ndalem. Aty i caktoj edhe hotelet apo bujtinat që do të gjej. Dhe për sa dita shpritet me mbri në Kosovë? Në Kosovë, sipas planit është që të mbri me 1 qershor ka ora 1 e mësdiq. Samir, uroj që t'ju shkojnë barë kërë i gjithë udhëtimin, a trego pak gjatë këtij udhëtimi, apo ju ndalin njerëzit do të zgjedhni një pjesë të caktuar të rrugës ku ju keni me ecë, ju ndalin makinat, a ofrojnë ndoshta me u fut në makinë dhe me kalu një pjesë të rrugës me ta, çka po ju thonë? Në për Gjermani, Austri, Çeki, këto raste nuk kanë ndodhur, vetëm para 2 ditë këtu në Vojvodinë, ku shumica janë hungarez, është nda një veturë dhe ma ka jep një pije. Dhe me ka pyet ka jam duke shkuar. Unë i thash se jam duke shkuar për Kosovë dhe tha rrugë mbar. Samir, të paktën të kesh disa biseda dhe gjatë ditës ku pas kohë edhe me dikë. Po, gjithsesi, nga njëherë edhe nga Koreshtja pyesin njerëzit, sepse në këmbë ata shohin shumë rrallë që shkojnë njerëzit apo ecën në këmbë. Me bicikleta janë të mësuar edhe për këtë nga Koreshtja pyesin nga njëherë ka e kam itinerarin. Po, ju thatë që këtë e keni bërë plan edhe më herët, edhe është për qëllim humanitar, ky qëllim i yti humanitar a do të ngrej fondej, keni bërë marrëveshje me një kompani të caktuar, që shkon, cili është krejt mesazhi që ju po doni me përçu? Ne jemi një shoqat humanitare Bamësia nga Gjermania, që ju ndihmojmë fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta në Kosovë apo në gjitha trevat shqiptare. Dhe pastaj shoqata me ecjen tënde çka do të bëj pastaj?
shoqata me ato mjetet e grumbulluar, ne sjellim disa kamion me ndihmë humanitare nga Suedia, nga një fondacion suedes Human Bridge. Me vleftë, çdo kamion ka vlerë nga 250.000 euro. Po, qysh nisi krejt në fillimet e juaja humanizmi, kjo hyrja në këtë shoqata, po themelimi i shoqatës, nëse mundeni me na tregu pak. Po, kjo ka filluar mbasi kam bërë rrugtimin tim me biçikletë para 2 vjetë, ku ka qenë hera parë që kam ardhur në Kosovë, ku atëherë nga familjarët e mi dhe shoqëria patëm mbledhur mbi 12.000 euro, ku këto ndihma i patëm darë për sot fshatin e Prishtinë, autizmin flet, edhe në për shumë pjesë tjera. Edhe në organizata të tjera, po. Në organizata të tjera. Ju treguat që kjo nuk është sfida juaj e parë humanitare që ne keni bërë edhe ecje dhe ngjitje të tjera. Do të thotë kjo që ju keni qenë i përgatitur fizikisht për këtë udhëtim? Normal që për këtë udhëtim më është dashur më shumë përgatitje, sepse kjo është një sfidë 45 ditore dhe është pak më e vështirë, sepse unë çdo ditë përshkoj nga 38 deri në 47 kilometra në ditë. Ndërsa nga ana psiqike, duhet të jeni i përgatitur për këtë sfidë ajo? Jo, s'ka nevojë, sepse e di unë arsyen përse e bëj. Qëllimi për që ndihmuar atyre kategorive në Kosovë, në vend fort edhe s'ka problem. Po besoj që edhe kjo është të paktën mos me harru qëllimin edhe me mbajt mend edhe gjatë kësaj pjese të rrugtimit, këto kilometra të gjata që ju i përshkoni çdo ditë. Moti, çush ka qenë gjatë këtyre ditëve? A ju ka pengu, a e ka lehtësu edhe ma tepër ajo? Një 4 ditë ka qenë edhe me shi që ka qenë pak më e vështirë edhe për rrugtim, sepse vjen deri te lagja e atleteve edhe është pak më vështirë të ecësh. Për ndryshe, moti tjera ditë ka qenë shumë i mirë. Edhe sot pritet rreshje me shi, veç duket qielli është i mbuluar me re, po mirë. Uroj që mos kjetë rreshje shiut, uroj veç me ju, ndërsa me ju përcjell ky fladi, këtu ditë ju shumë me temperatura të larta, që ju me pas një eci sa më të lehtë edhe me mbri sa më shpejt në destinacionin e caktuar. Faleminderit shumë për krejt informatat cilat i kënda me ne, kënaqësi që u takuam, uroj me pas një rrugë të mbarë edhe me arrit në Kosovë shëndoshë mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Ndërsa ne tani nga kjo bisedë e këndshme me zotrin Albert që u lajmërua nga Novi Sadi, do të kalojmë tek një këngë e re